Po, duke ndjekur edhe frëngjisht, ne edhe informohemi, edhe jemi shumë të lidhur me... me klubin e Parisit. Po. Pra, ky është thelbi para shumë i asaj se çfarë ka ndodhur me klubin e Parisit. Pra ka disa këndvështrime dhe akoma nuk ka një qartësi. Po ku duhet të qartësia? Te lekët thuati? Në kontekstin, unë kam një mungesë qartësie në aspektin tim për shembull që pse zoti Bexhet Pacolli duhet të bënte një sqarim që nuk ishte gjë për shembull me kryeministin Rama. Për shembull, në optikën time, ai është biznesmen, nuk kishte pse të sqaronte pasi hodhi foton me Çimpekën, pas palajmërimit që bëri Çimpeka apo mos rakordimit që ata kanë pas me njëri tjetrin, zoti Pacolli bëri një sqarim dhe thoshte që nuk folën fare për Edi Ramën. Unë e kuptoj në pozitat e biznesmenit zotin Pacolli që nuk do t'i prishi punë vetës, por edhe të shpjegoj që nuk foli për Edi Ramën, se në fund ditës aeroporti si investim strategjik nga zyra e kryeministit kalon, se nuk kalon asnjë zyrë tjetër. Pavarësisht se miratimet për ndryshim në takrive i Belinda Balluku, ti thua që ajo i bindet Edi Ramës, me që se kalon nga i. Jo, unë nuk se besoj që dinë në një shkresë që ka dalë, e ka mundtu. Po, mund ta lexosh prapë. Mund ta lexosh ka dhënë miratimin e transferimit kotave nga kompania YDA Group. Prandaj po them lexoje shkresën për kemi nxjerrë kaluar në emision. Po gjithsesi thuhet tani prapë thotë ai, ha. Them tani për teleshikuesin, nuk them për vete, se ti thua kemi thënë një herë, po ja the edhe një nuk bën keq. Jo, bëj as pak keq me jo. Në shkresë është folur në lidhje me lejen dhe miratimin, dëgjoj. Gjithmonë kur janë vepra të ndërtimit të tillë, siç është aeroporti, një koncesion i jashtëzakonshëm në siguri publike, çdo lloj veprimi midis bashkimit të operatorëve, siç ka qenë atë rast midis Mabetex, YDA dhe A2 grupit, në moment që ndryshon pozicioni këtyre ose një operator dhe nga ortakria duhet të jepet dhe miratimi i ministres përkatëse që në atë rast ka qenë Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Është dhe tani. Dhe vazhdon të jetë akoma dhe është zonja Belinda Balluku, e cila me shkresën e datës 15/2/2022, pa që para 3 vjetësh, lënda ka qenë mbi transferimin e kotave brenda ortakëve të shoqërisë koncesionare, Vlora International Airport, VIA, shkurtimisht, në vim të korrespondencës me kërkesën e shoqërisë koncesionare për transferimin e kotave të zotëruara nga antari konsorciumit YDA Instat Samaxhi and Tikaret, kompania turke e cila është, të cilat përfaqësojnë 40% kotave të aksioneve shoqërisë koncesionare Vlora International Airport, ne japim miratimin tot për transferimin e këtyre kotave. Pra thelbi dhe lëndës është kjo. Bazuar në shkojë në atë pikës 18.2 kontratës së koncesionit, partneritetit publik-privat për projektimin, ndërtimin, mirëmbajtjen dhe transferimin në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës, VIA. Shpreh miratimin paraprak për transferimin e plot kotave të zotëruara nga antari konsorciumit YDA Group, të cilat përfaqësojnë 40% kotave të aksioneve shoqërinë koncesionare Vlora International Airport, të cilat do të kalojnë në pronësi të shoqërisë Magbo Construction SA, gjithashtu pjesë e konsorciumit. Këse të nxjerrë tani se atë po nxjerr. Nuk kam përkatësit zotit Valonati, ka çoj Çigrigjis. Po miratimi është dhënë për kompaninë Magbo Construction SA. Kjo është logjika. Kjo është dhe zonja Balluku dhe kryeministri si thua ti, bashkë me të pas kanë qenë djeni. Prandaj po them që çdo gjë nuk është se nuk kalon nga zyra e kryeministrit apo ministrit përkatës. Po. Kështu që kjo gjë, prandaj them ka shumë pikpyetje. Pikpyetjet e para lidhen me faktin të një marrëveshje të biznesit dhe pikpyetjet e dyta është ky një sulm politik që po i bëhet, po. Kjo është kontrata. Që firmosur nga ministra Belinda Balluku. Apo jo, Marsit. Marsit. Me ty e kam. Po, falë se po lexoj dokumentin, po. Po lërë për dokumentin ja ku e kenë në foto. Çfarë po thua? Jo, nuk po them gjë, është ky dokumenti po thot Anëri. Për këtë po flasim. Kjo është çështja. Kështu që në këtë kontekst mendoj që kjo ka dy këndvështrime të ndryshme. E para është te pikpyetjet që më lindin mua, e para është fakti që a është ky një problem vetëm midis biznesmenëve apo po tentohet tashmë zotit Pacolli me pushtetin politik që Rama së bashku me zonjën Balluku ti marri nëpërmjet njerëzve të vet aksionet zotit Pacolli. Po. Në gjithë këtë shikoj edhe pse kam ulumtuar dhe nuk kam gjetur burim të parave ruse, kanë tentuar domethënë të hidhet në opinionin publik imazh duke qenë se historia e zotit Pacolli është shumë e lidhur me Rusin për shkak se ai ka qenë një nga investitorët e
apo Po të dishin rindërtimit. që pasi të jepnin koncesionin e vijës. Nuk është se këto përbën tash fakt të ri. Po them po idhen si tymnaj, nuk kam Normalisht. gjetur asnjë fakt thash Po që pra- ta përfshin në aeroportin me paratruse deri në këto momente. Pavarësisht se Zoti Pacolli ka drejtjet e veta të shkuarës që lidhen me Pas diskutojmë. financimet apo risaurimet në Kremlin. Po. Zoti Pacolli është munduar gjithë të ditë të tregoj që se si ai investon nga një shtet në një shtet tjetër dhe është gjithkohës në udhëtime dhe këta që janë biznesmen shqiptar nuk mund të krahasohen me atë. Dhe në gjithë të panoramë marrësi duke mos pasur shumë paqartësi sepse dhe Zoti Pacolli po flet me simbolika. Ndërkohë vetë qeveria nuk po flet fare. Zoti Valon shpreu shumë pak. Na 2% dalin 48, pastaj thonë na e marr 98, që është kjo